Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Shkruajeni historinë tuaj vetë. Një ditë isha ulur në xhaminë e madhe të Mekës. Bënte nxehtë përvëlues dhe po afronte namazi i drekës. Kur vërejta një plak që shpërndante ujë zemzeni. Ai mbushte ca gota, u ajepte njerëzve dhe pastaj kthehej për ta përsëritur procesin. Ai e vazhdoi këtë për ca kohë derisa filloi të kullonte nga djersa. U mahnita me forcën e këtij njeriu dhe dashurinë e tij për të bërë mirë. Ai i dhuronte një buzëqeshje dhe një gotë ujë kujtdo që të mundte. Kjo më bëri të vlerësoj se nëse Allahu e udhëzon dikë për të bërë mirë, ai do ta bëjë këtë mirësi me buzëqeshje, edhe pse kjo mund kërkoj mund të madh. Ata u duan të mirën në robërve të Allahut dhe nuk dëshirojnë keq për ta. Për të ushqyer miqt, Hatimi flinte i uritur. Ebu Ubejde rinteroje natën për ta çlodhur ushtrinë e muslimanëve. Kalifi i dytë, Umeri, este rrugicave natën kur njerëzit flinin për të siguruar mbi mirëqenien e të gjithëve. Dhe në vitin e urisë së madhe, ai rinte pa ngrënë për të ushqyer të tjerët. Një tjetër shok i pejgamberit Muhammed, Ebu Talha, e përdori trupin si mburoj për ta mbrojtur të dërguarin e Allahut nga shigjetat gjatë betejës së Uhudit. Ibn Mubaraku shpërndante ushqim kur vetë ishte agjërueshëm. Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Dëgjojeni me vëmendje fjalët e Allahut. Këndojeni Kuranin dhe dëgjojeni kur recitohet, se do të gjeni kënaqësi, paqe e qetësi. I dërguari i Allahut e pëlqente shumë dëgjimin e recitimit të Kuranit. Duhet të ndani disa minuta çdo ditë për të lexuar Kuran, nga radioja, magnetofoni e tjerë. Zhurmat që dëgjoni në rrugë, në punë apo në zyrë, ju sjellin padyshim bezdi. Ndaj veçoni pak kohë dhe jepini vetes rehati duke e lexuar librin e Zotit tuaj. Ata që besuan dhe zemrat e të cilëve gjejnë qetësi në përkujtimin e Allahut, padyshim me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Një hadith i saktë tregon: I dërguari i Allahut e urdhëroi Ibn Mesudin të lexonte nga surja e Nisa. Ai lexoi gjersa profetit filluan t'i rrokulliteshin lotët në përfaqe dhe ai i tha: Kaq mjafton. Thuaj, edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur'an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që ta ndihmonin njëri tjetrin. Kurani ka një efekt të veçantë dhe prekës mbi shpirtrat e njerëzve. Sikur ne ta zbritnim këtë Kuran mbi ndonjë kodër, do ta shihej atë të strukur të qarë prej frikës nga Allahu. Rutina e jetës së përditshme shpije shpesh në rrugën e plogështisë, në të cilën njeriu nuk shqetësohet për asgjë përveç se ngrënies dhe fjetjes, duke e zbritur veten në nivelin e kafshës. Por kur i kthehemi fjalëve të Zotit, ndjejmë rehati dhe paqe. Tani duke qenë se recitimi i fjalëve të Allahut ju sjell paqe, duhet ju paralajmëroj ndaj dëgjimit të atyre që pretendojnë se muzika ka të njëjtin efekt qetësues dhe paqësues. Muzika është një zëvendësues i pa vlerë dhe i ndaluar. Ne kemi me vete diçka më të mirë, atë me të cilën u dërgua pejgamberi i Allahut. Ati s'mund t'i mvishet e pavërteta nga asnjë anë. Është zbritur prej të urtit, të lavdishmit. Prej syve të tyre rrjedhin lotë, sepse e kanë kuptuar të vërtetën. Sa për muzikën, ajo është një zëvendësues i pa vlerë në të cilin gjejnë paqe vetëm me ndjelektit. Por ka nga njerëzit që blejnë tregime boshe
e me qëllim që t'i largojnë njerëzit nga rruga e Allahut, pa pasur kurfar fakti. Të gjithë janë në kërkim të lumturisë. Sundimtarët, shkrimtarët, poetët, të pasur e të varfër, janë të gjithë me radhë në kërkim të lumturisë, por pak udhëzohen në rrugën e drejtë që shpije në lumturinë e vërtetë. Duke lexuar një libër, nxora 3 rregulla elementare të lumturisë. Kushdo që nuk bën kënaqësinë e Allahut shqetësimin e tij kryesor në jetë, do të përfundojë me dështim. Duke cituar nga Kurani. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentat tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyra që ata si kuptojnë. Për të arritur lumturi, njerëzit përpiqen të ndjekin shumë rrugë të ndërlikuara e me dredha. Sa pak e dinë se një rrugë më e lehtë është gati për ta në fenë e Islamit, një rrugë që u sjell atyre më të mirën e kësaj jete dhe të asaj që vjen. Po sikur të zbatonin atë që këshilloheshin, do t'i ishte më mirë për ta dhe do t'i përforconte më shumë. Shumë njerëz në këtë botë mendojnë se po ja dalin, por në fakt ata janë duke e humbur edhe këtë botë edhe tjetrën, thjesht sepse ja kthejnë shpinën dinit të vërtet. Allahu thot: Fjalët e Zotit tënd janë plot të vërteta dhe plot të drejta. Tregohuni mirënjohës kur punët ju shkojnë mirë. Lutuni shpesh në kohra rehatie, paqeje dhe mirëqenie. Nga tiparet e besimtarit është se ai tregohet mirënjohës dhe i patundur. Ai e mpreh shigjetën përpara se ta lshojë nga harku dhe i kthehet Allahut para se të kaplohet nga fatkeqësia. Të kundërtit e besimtarit në këtë pikpamje janë mosbesimtari i paturp dhe muslimani i pamenduar. Kurani na tregon: E kur e godet njeriu ndonjë dëm, ai e lut Zotin e vet duke kërkuar ndihmë vetëm prej tij. Por kur ai i jep ndonjë të mirë, ai e haron atë për të cilën i ju lut atij më parë dhe i përshkruan shok Allahut. Ndaj nëse me të vërtet kërkojmë shpëtim, duhet të qëndrojmë të patundur në lutjet dhe madhrimet tona për Allahun. Siç ka thënë Imam El Halimi, qëllimi i të luturit Allahut në kohra lehtësish është falënderimi i tij, madhërimi i tij dhe të njohurit atij të mirësive ndaj nesh, e njëkohësisht kërkimi i udhërëfimit dhe ndihmës. Është gjithashtu e rëndësishme të kërkoni falje për të metat tuaja. Sa do fort që të përpiqeni, ju s'mund t'i përmbushni plotësisht të drejtat që ka Allahu ndaj jush. Kur tregoheni të pavëmendshëm ndaj këtyre të drejtave në një kohë kur s'keni shqetësime apo ndjeheni të sigurt, bijem në kategorinë e të përmendurve në ajetin. Kur hipin në anije, ata i luten sinqerisht Allahut. E kur ai i shpëton ata në tokë, pa shi. Po ata i luten idhujve. Shkëlqimi kundrejt skëterës. Agjensitë e lajmeve në mbar botën njoftuan vetvrasjen e kryeministrit francez gjatë sundimit të Mitterrandit. Arsyeja e vetvrasjes ishte se gazetat franceze kishin hapur një fushat kundër kryeministrit, duke baltosur emrin dhe reputacionin e tij. Duke mos gjetur besim e vendprehje apo vendmbështetjeje, ai i dha fund jetës. Ky njeri i gjorë që kërkoi strehim në vetë shkatërim, nuk ishte i udhëzuar nga udhërëfimi hyjnor që është vulosur në ajetet e mëposhme të Kuranit famlart. Ti mos u pikëllo për ta, e as mos u brengos për dredhit që thurin. Ata kurse si s'mund t'ju sjellin dëm, përveç ndonjë bezdisjeje. Dhe ki durim ndaj asaj që të thonë, dhe qëndroju larg në mënyrë të matur. Ajo ndodhi sepse ai kish humbur dhe që larguar nga rruga e së vërtetës. Për atë që Allahu e la në humbje, s'do të ketë udhëzues.
Disa propozojnë se çdo person i mërzitur apo në gjendje të pafat duhet të dalë në natyrë, të ulet pranë lumit, të dëgjojë muzikë, të shkojë për ski, të luajë shah apo tavull. Por muslimanët pretendojnë për një kurrë që është shumë më reale dhe efektive. Të ulen në xhami në kohën e ezanit për të përkujtuar Allahun, të nënshtrohen caktimit hyjnor e pastaj të kënaqen me atë caktim. Dhe e një rëndësie po kaq të madhe është vendosja e besimit tek Allahu. A nuk ta hapëm gjoksin ty o Muhammed? Këto ishin fjalët që i zbritën të dërguarit të Allahut dhe ato u shpalosën në karakterin e tij. Mendja e tij ishte në paqe dhe shpirti i tij ishte i gëzuar. Ai ishte optimist dhe i afrueshëm. Ai u gjendej pranë zemrave të njerëzve në një mënyrë të admirueshme. Ndonse ishte gjithmonë afër tyre dhe buzëqeshte, tek ai shihej përherë një sens dinjiteti dhe nderi. Por nga karakteri, ai ishte i përsosur dhe i pashoq. Me modesti të pazakontë, ai luante me fëmijët dhe e mirëpriste krah hapur mikun, sepse ishte vazhdimisht i kënaqur me favoret dhe të mirat e Allahut. Dështimi dhe pashpresa ishin krejt huaja për të. Përkundrazi, ai nxiste optimizëm të mbar dhe urrente demonstrimin, shtirjen dhe ekstravagancën. Mund të thuhet lehtë se pejgamberi ishte mishërimi i të gjitha tipareve të mësipërme. Ai ishte fisnik në kuptimin e vërtet të fjalës, sepse ishte përcjellësi i një mesazhi të vërtet, zotëruesi i parimeve fisnike, modeli dhe mësuesi i një ummeti unik të bazuar në besim dhe ideologji, njeriu i familjes dhe i shoqërisë dhe mbajtës i shumë virtyteve. Ai pra ishte personi që i udhëhoqi njerëzit në lumturi, udhëzues, shembull. Ajeti kuranor e portretizon qartë atë. Ai i heqi nga ata barën e rëndë të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Apo me fjalë të tjera, ai ishte mëshirë për të gjitha botrat, dëshmues, si harigjdhënës e qortues, dhe me urdhrin e Allahut, thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar ndriçues. Ndër gjërat që i bien ndesh mesazhit të Islamit dhe mesazhit të tij të thjeshtë për t'u ndjekur, është ekstravaganca e havarigjve, dhënia pas pasurisë e materialistëve dhe kotësia e adhuruesve të kësaj bote. Një ajet kuranor pohon: mirëpo Allahu i udhëzoi me mëshirën e tij ata që besuan tek e vërteta e asaj për të cilën ishin kundërshtuar, dhe Allahu udhëzon atë që dëshiron ai.